Zjeni fasulet në këtë mënyrë dhe rezultati do ju befasojë. Sekreti i gatimit. Po të pyesni 5 persona se si gatuajnë fasulet, me siguri do të merrni 5 përgjigje të ndryshme. Disa mund të thonë se fasulet mund të zihen për 90 minuta, të tjerët mund të thonë se fillojnë të i përgatisin një ditë përpara ose të tjerët që i kriposin në fund të zgjerrjes së tyre. Por ne do ju tregojmë një truk shumë të thjeshtë në mënyrë që fasulet të jenë gati për një kohë të shkurtër. Njomja e fasuleve paraprakisht, kriposja e tyre në fillim të gatimit është gati në një tenxhere pak dhe rezultatet me sukses do të jenë në përgatitjen e fasuleve në mënyrë të përsosur. Vendosni 1 kg fasule në një tenxhere të madhe, shtoni ujë në të ajsa të mbulohen të gjitha kokrat e fasuleve. Mbulojeni për momentin tenxherën me kapak dhe vendosni në zjarr për pak kohë. Më pas largoheni nga i nxehti e lini tenxherën me një anë për rreth 1 orë. Më pas shtoni një lugë gjysmëkrip, i përzieni dhe vendosni sërish në zjarr në temperaturë mesatare dhe largoni kapakun. E lini të ziejnë për 1 orë duke shtuar ujë her pas here në mënyrë që fasulet të zhyten dhe të ziehen më shpejt. Pra, nëse nuk keni kohë të mjaftueshme, mund të përdorni edhe teknikën tuaj.